Përshëndetje të nderuar miq të mi, aku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth artistëve shqiptar. Sara Gjordeni, dita ditës apo brenda muajit bëhet virale në rrjetet sociale, duke reaguar për ngjarjet e saj. Sara Gjordeni ka shpërthyer në një reagim të fortë në rrjetet sociale, një reagim që ka bërë shumë njerëz të ndalen dhe të mendojnë. Ajo ka hedhur dritë mbi një fenomen të çuditshëm, por edhe shumë të diskutueshëm, një fenomen që sipas saj ndodh mes personazheve publik shqiptar. Në disa postime në Instagram, Sara shprehet e habitur. Shumë prej profileve të showbizit nuk hapen më. Ato shfaqen thjesht me mbishkrime, mbishkrime që nuk hapen. Por pse ndodh kjo? Sara thot qartë, unë nuk i kam bllokuar kur vetë këto personazhe. Që do të thënë ta kuptoni çfarë ka ndodhur. Sara Gjordeni kur bënte search i kërkim, shumë prej personazheve publik, shumë prej artistëve shqiptar i shfaqen me user, do të thënë i shfaqen sikur Sara i ka bllokuar ose ato e kanë bllokuar Sarën realisht. Por Sara nuk ka bërë ndonjë blok, po siç duket ato kanë bërë blok kundërdrejt të Sara Gjordenit. Pra cili është shpjegimi? Sipas saj ka vetëm një. Edhe të famshmit po, edhe ata që shihen çdo ditë në ekran kanë profile fake, po ashtu si njerëzit e thjesht. Profile të dyta ku fshihen pas një emri të rem për të sharë, për të ofenduar dhe për të edhur helm në rrjetet sociale. Por sipas Sarës, ajo që nuk e din është se këto profile fake janë të lidhura me llogarinë e tyre zyrtare dhe pa u kuptuar, pa e ditur fare, kur bllokojnë dikë nga profili falso, bllokimi shfaqet edhe në profilin e tyre kryesor. Rezultati i cili është, ata që duan të fshihen në fakt ekspozohen edhe më shumë dhe përfundimisht dalin të bllokuar dhe në llogarinë e tyre zyrtare. Një mesazh i fortë nga Sara Gjordeni që ngre shumë pyetje, sa të sinqerta janë fytyrat e ekranit, sa prej tyre fshihen prej profileve të reme dhe sa e rëndësishme është ky fenomen, thjesht një realitet i rrjeteve sociale apo pasqyrë vërtete botës së showbizit shqiptar. Do të thënë Sara Gjordeni dyshon që shumë nga personazhet publik e bëjnë atë blok në Instagram. Dua të marr mendimin tuaj.